Njësitë policore në Ferizaj kanë zhvilluar të martën mbrëma 2 operacione të ndryshme kundër drogës, duke arrestuar 2 persona dhe duke sekuestruar sasi të konsiderueshme të substancave narkotike. Njëri prej rasteve është zbuluar ku njësia për hetimin e trafikimit me narkotik gjatë patrullimit në rrugën Saljeqeku në parking ka vërejtur brenda një veture 2 persona të njohur për policin. Në ndyshimin se mund të posedonin drogë, policia ka filluar kontrollin dhe ka gjetur kokainë vlerë 210 euro. Në lidhje me rastin është arrestuar Kushtrim Fejza, ndërsa Epik F është intervistuar në cilësinë e dëshmitarit. Përveç drogës, policia ka sekuestruar edhe një telefon. Me konsultim të prokurorit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa rasti tjetër ndodhi rreth një orë më vonë, kur njësia e njëjtë në bashkëpunim me hetuesit e stacionit policor në Ferizaj ka ndërhyrë në një banesë pas një informacioni për aktivitet të dyshimt me substanca narkotike. Policia ka ndërhyrë dhe ka gjetur 4 persona, ndërsa janë sekuestruar rreth 400 euro marihuan, grinder për bluarje të marihuanës, letra për mbështjellje, telefon si dhe 500 euro para të gatshme. Në lidhje me rastin është arrestuar Angelo Agastra, i cili pas intervistimit është ndaluar për 48 orë. Rasti është iniciuar për veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, ndërsa hetimet janë në vazhdim.